me parashikimin e datës 3 korrik të 2026. Duke se kemi të bëjmë me një ditë shumë ndikuese, një ditë që vërtet nga njëra anë na ndihmon disi për të marrë vendime, kurse në anën tjetër na mëson që duhet të bëjmë kujdes në çështjet e rëndësishme në lidhje me disa takime, me disa bisedime, por meqense koha tregon ndryshe, i do thotë një nga ndikimet më të mëdha që ka të bëjnë data 3 korrik, kjo është një ditë më shumë për vëzhgim për një kënd apo një ndikim për një çështje që lidhet me ekonominë, por nga njëra anë na ndihmon për çështje ekonomike financiare të bëjmë zgjedhjen e duhur, por edhe pse nuk kemi domosdoshmërisht një kënd të madh që dominon ditën, por klima mbetet e ngarkuar nga Marsi në binjak dhe Mërkuri në retrograd në Gafore. Kjo do thotë se fjalët, çfarë flitet, duhet pasur kujdes, duhet të jemi të vëmendshëm çfarë neve themi. Dhe gjithashtu ndikimi që kanë të bëjnë në lidhje me dokumentacionet, kontaktet, bisedat familjare dhe vendimet të përditshme që të trajtohen me kujdes, do ishen të mirën tonë. Ndikojnë më shumë shenjat e ndryshueshme, si janë binjakët, virgjëresha, shqetëtari dhe peshqit, sidomos të 10 ditësh të parë për shkak të energjisë së Marsit në binjak, por dhe shenjave të ndikimit të madh, do thotë Gafore, Bircap, Dash dhe Peshore, sidomos të 10 ditësh të tretë për shkak të Mërkurit në retrograd. Por kjo ditë nuk është ndikimi që më i madh ose diçka që mund të kemi probleme se çfarë mund të ndodhi. Dita është e mirë për të rishikuar bisedat, për të përgatitur dokumentat pa i mbyllur ende përfundimisht, për të kontrolluar oraret, për të bërë plane për punën, për të organizuar shtëpinë dhe për të dëgjuar shumë për ndikimet që kemi mundësi që na jepen. Por gjithashtu ka dhe diçka shumë të rëndësishme në anën tjetër për sa i përket vendimeve, për sa i përket çështjeve të rëndësishme dhe karrierës, sepse karriera është në ndikimin më të madh që ka të bëjnë në kohën më të madhe për arsye të punës, për arsye të gjërave të tjera që do të keni. Gjithashtu ka të bëjnë shumë me çështjet që lidhen me ekonominë, lidhet dhe me biznesin, disa premtime që kemi bërë. Por gjithsesi, mirë është në lidhje me çështjet e blerjeve që kemi për të bërë, do ta mendojmë pastaj të vendosim. Për marrëdhëniet, dita mund të ndihmojë në sqarime nëse ka çështje të tilla për punë ose në detajet që neve kërkojmë në çështje ekonomike. Dita favorizon rregullimet dhe organizimet tona që të jemi të gatshëm të përgjigjemi kërkesave që mund të kenë të tretët ndaj nesh ose neve të nisim diçka të re në këtë drejtim. Tani, pa humbur kohë, para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo diasporë dhe në kërkimin e parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjërat që ju dëshironi dhe kërkoni. Por megjithatë, është një moment që çdo gjë që mund të diktojnë ose ndikojnë në anën tuaj, por dhe një nga mundësitë që mund të keni, atëherë mund të flasim tek astrologo.al dhe atje pastaj poshtë tek sekretaria mund të dërgoni një email, ku në atë email mund të shkruani mbi gjithçka ju intereson dhe më pas neve flasim bashkë nëpërmjet Vibrit dhe WhatsAppit për sa përket parashikimeve që neve bëjmë dhe si funksionon shërbimi. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit duket se kjo është një periudhë mjaft e mirë për punën, për karrierën, për ndryshimin, për vendimin që mund të merrni. Duket se është shumë premtuese. Ndikimi më i madh ka bërë sepse dita e premte ne e dim dhe jemi koshient për atë çka ne bëjmë dhe duam dhe të arrijmë suksesit tonë. Por gjithashtu ka një ndikim mjaft të mirë për arsye të punës, për arsye të gjërave të mëdha që do të keni. Por nuk ka vend për të nxituar, sepse nxitimet kur nuk sjellin dobi, por përveç se probleme. Çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrep, është diçka shumë e rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për shenjën e Demit duket se tani për tani i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur mbi anën ekonomike, mbi financat, mbi disa ndryshime të papritura që mund të diktojnë ose ndikojnë tani e tutje, është koha dhe momenti i duhur. Mundësia
dhe çështje të rëndësishme që juve keni dhe doni të rregulloni. Por kjo do të thotë që shenjës së demit, edhe pse kanë pasur disa çështje të lëna pezull dikur, por vjen momenti i duhur dhe zgjidhin shumë probleme dhe shumë çështje të që keni pasur më përpara, është një moment mjaft i mirë dhe tepër stabilizues. Koherent me atë çka bëni, koherent me atë çka jeni, dhe çka doni të përçoni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë dem peshore ka diçka shumë të rëndësishme, sidomos të dhëdiçit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, nëse juve keni pasur probleme ose keni pasur gjëra që nuk i keni zgjidhur akoma më përpara dhe jeni në pritje tani për zgjidhur çështje të tilla, sado që të vështira, por janë pozitive në një të ardhme, sepse do keni mundësinë për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për bërë zgjedhjen e duhur në gjëra të rëndësishme dhe pikërisht kjo periudhë, pikërisht ky moment është momenti i duhur mbase për juve është diçka shumë pozitive, madje koha tregon që jeni me fat në këtë aspekt dhe nuk diskutohet, nuk vihet ndryshim, sepse çështjet e punës janë në favorin tuaj, çështjet e punës i kanë të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në gjëra të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të dhjetëdhjetë parë, me ujor të dhjetëdhjetë tretë shpërfektja. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë shenja e gaforres. Për sa përket gaforreve, gafore duket se tani për tani është një mundësi mjaft e mirë, një mundësi që do keni juve në ekonomi, lidhje me disa ndryshime të papritura. Por kënjëherë gjërat e papritura janë më të mira për një mijë arsye, për punën tuaj, për karrierën tuaj, sepse kjo lidhet me karrierën dhe nuk diskutohet që ka të bëjnë edhe me gjërat e tjera që do të keni mundësinë për të zgjidhur problematika të ndryshme, për zgjidhur gjërat e pazgjidhura, sepse pikërisht kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive në gjëra të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të dhjetëdhjetë parë, është mundësia e mirë dhe ndryshime të mëdha që do të keni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët duket se tani e tutje ku i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur disa gjëra që vërtet është koha juaj, vërtet e keni mundësinë ekonomike financiare, por luanët janë dhe më të zgjedhurit zodiaku, do thosha unë, për sa përket këtij muaji dhe kësaj dite, mjaft të rëndësishme në kërkim të së vërtetës dhe të mundësive që do të keni. Por gjithsesi, është një periudhë ku mjaft gjëra do të ndryshojnë, mjaft gjëra janë të respektuara dhe ndikimi më të madh që do të keni tani tutje. Çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm dhe me ujor është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshët kanë ndikim mjaft të mirë dhe tepër pozitiv. Një nga mundësitë dhe kohën e duhur për sa përket përcaktimit të çështjeve të nevojshme të ekonomisë dhe një nga ndryshimet më të mëdha që do të keni tani tutje është ajo e punës suaj dhe e karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me peshk është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për peshore tani për tani nuk është se ka diçka për të shqetësuar, se ka diçka që do themi çfarë mund bëhet në anën ekonomike, por vjen një ndryshim mes asaj që është e bëshme dhe mes asaj që është e realizueshme për arsye të punës, për arsye të karrierës. Çështjet shpirtërore janë nga më të ndikuara për sa përket tani për tani. Kemi të bëjmë ndikimin e madh sepse do thotë gafore me ujor. Gafore me ujor është momenti, është periudha dhe stabilizimi i ndikimeve të mëdha të çështjeve të biznesit dhe të punës suaj aktuale. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashje dhe diçit parë ka diçka shumë të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Akrepët nga njëra anë besojnë tek vetvetja, akrepët kanë një mundësi shumë të mirë për sa përket punës së tyre, për sa përket asaj çka ata janë, por nuk do të thotë se shumë gjëra mund të kenë probleme ose gjëra të mbartura më përpara, por një moment shumë i rëndësishëm për sa përket zgjidhjeve të problematikave të punës, të karrierës, të ndryshimeve dhe të mundësive të tjera që do të keni. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëresh dhe me binjak është perfektja, por një kujdes të veçantë do të bëni me dëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve.
për sa i përket shqiptarëve, duket se kjo periudhë është një periudhë shumë delikate në atë çka do të bëni, sepse është një reflektim, nëse keni mundësinë për sa i përket ndryshimeve që do të keni, është mirë që në rregullimin e gabimeve dhe rikthimin në çështjet ato që keni pa përfunduar ti rregulloni, stabilizoni, dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në anën tuaj, por dhe një gjë shumë pozitive është mjaft ideale edhe tepër pozitive në ndryshimet që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht dhe diçit parë dhe peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë shenja e bricjapëve. Për sa përket bricjapëve, megjithëse bricjapët duket se tani për tani janë në rol drejtues, sepse ata kanë mundësinë, kanë dhe kohën e tyre, por kanë edhe ndryshimin e gjërave që kanë të bëjnë tani tutje. Një mundësi shumë e mirë mbi takimet, bisedimet, çështje të rëndësishme, periudha kur ndodhin fenomene, sepse është një nga momente më të mira dhe më pozitive në anën tjetër, por ndikimet janë favorite. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me dem është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Ujorët duket se kanë disa ndikime tani tutje, janë ndikimet më të mira sepse lidhet shumë në bashkëpunim për shembull bricjap. Bricjapët kanë bashkëpunime ekonomike dhe çështje të mëdha ekonomike financiare, kurse ujorët mund të kenë bashkëpunime me bricjapët dhe me luanët. Por ujori gjithmonë është një hapara sa çfarë ndodh, një hapara sa çfarë ka të bëjnë në ekonomi, ka të bëjnë me ndryshime, ka të bëjnë me mundësitë të arta që kanë të bëjnë dhe një nga momentet më të mira që kanë tani tutje. Në çështje shpirtërore, dhe kjo ka një ndikim shumë të madh tani, për sa i përket shenjës së demit, dem akrep, dem luan për shembull, ka një mundësi shumë mirë dhe çështjet pozitive që vijnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë në diasporë për shembull, keni një njohje të keni lidhje serioze, është me akrep dhe me binjakët e diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, dhe shkojmë tek një shenjë tjetër tani, që do thotë shenja e peshqive. Për sa i përket peshqive, peshqit duket se ka një ndikim mes asaj që është realizueshme në çështje pune dhe mes asaj që është e vështirë për të rregulluar në anën tjetër. Megjithatë, ka të bëjnë shumë puna, ka të bëjnë shumë karriera, marrje vendime të rëndësishme dhe gjëra të tjera që do arrihet në anën tuaj, ka për punën dhe për ndryshimin e punës. Ndryshim pune njerë, juve keni mundësinë, po varet sa jeni gati juve që t'i përgjigjeni këtyre kërkesave që ju prisni për punën tuaj. Por gjithsesi peshqit kanë qenë dhe janë dhe mbeten intuitiv për sa përket teknologjisë, për sa përket arsimit ose diçka të ndryshe për vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj. Është momenti i duhur mbi stabilizimin, momenti i duhur për trajtimin e gjërave të rëndësishme ekonomike financiare, një moment mjaft i mirë sepse mundoni të zgjidhni çdo gjë në kohën e duhur, çdo gjë për të arritur atje ku juve dëshironi, dhe është periudha që keni dhe mundësitë e arta që vijnë. Në çështjet që lidhen me një fejesë të papritur që mund të keni për arsyeën tuaj të gjërave, është me peshorët e diçit të tretë. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite, kaq të rëndësishme të datës 3 korrik të 2026. Nëse doni parashikime të detajuara mbi çështjet, mbi muajin korrik çfarë ndodh, atëherë kemi faqen roz, astrologu.al. Atje mund të shikoni dhe çfarë dëshironi juve, mund të zgjidhni një nga paketat më të rëndësishme ose gjëra që doni, do shkoni në sekretaria dhe atje mund të dërgoni një email mbi atë që vë kërkoni. Dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit për sa i përket gjërave që juve doni dhe ju shpjegojmë në detaje. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve, e doni të dërgoni një mesazh për të marrë përgjigjen, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe e merrni drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë një rrupulla, më të mirën ju uroj. Gjithë mirë.